i përmenet disa privilegje që i adresove, disa privilegje që ja këni dhënë Saljanit. Jo, ja kemi dhënë kuptimin e kësaj, e ka marrë për shkak të punës që ka bërë pas aktivitetin e vetë. Pas gjitha atyre privilegjeve që i mori për shkak të punës, për shkak të burgut, për shkak të gjërave tjera, edhe kërkesat që i ka pas, ja këni plotësuar. Po në njëjtin kohë, këni bërë dy gjëra. E këni shpall njeriu të Ramës dhe dy të njerëzve të krimit në Elbasan. Këto dy gjëra nuk shkojnë. O i një parti krejtësisht e pa informuar për ngjarjet që rrjedhin, o keni hidhrim të panevojshëm në momentet tilla kur del që tjetë kandidat. Dhe nëse i ka të gjitha këto epitetet që ja dhe, çka ju ka penguar që tjetë edhe kandidat? Ju e dinit fitusi. Apo, aqë sa një doktorin, nuk është që ajzo të pranon të që do t'i pengon të Saljani. Doktori është njeri që ka respekt shumë të madh për veten dhe për faktin që ka shumë respekt madh për veten, nuk lejon asnjë dhe për popullatën të afër tij që të jetë kundër kandidat. Kto shihet nga logjika politike që ai ka. Por ajo që është shumë kontradiktore është epitetet të shumta pozitive që i dha Saljanit dhe pastaj është njeri i Ramës edhe njeri i krimit të organizuar. Këto dyja nuk shkojnë bashkë. Ta sqaro këto. Apo e keni kuptuar më vonë që është kjo? Jo, nuk është i kuptuam ne më vonë. Është zoti Saljani që mori vendimin për arsye që duhet pyesni zotin Saljani, jo mua, që të shkojnë në një drejtim tjetër, sepse ai ka shkuar në drejtim është çështje politike. Më fal pak, më fal. Ajo është një politike. Sinqerisht e kam. Drejtim tjetër ku thua ti që nuk është dakord që do të bëhet kryetar partie dhe të mos jetë doktori. Në drejtim të pushtetit më përleje se nuk ka punë. Është me Ramën. Po nuk është e qartë ajo lojë në kujt po bën? Figurat të tilla dhe skemat të tilla janë etike për se do kandidoj kundër doktorit të ky direkt me Edi Ramën. Unë ja thash në fillim, e shikon që dilni vetë te kjo tezë. Jo. Nuk ju nxjerr unë, sepse është kjo ky është një film i parë. E kemi parë këtë film. Sa vite ka këtu që Edi Rama mundohet të krijojë artifica të tilla. Tash që Edi Rama vendosi kryetarin e Partisë Demokratike, nuk do ta bëjë. Po doli njëri kundër Berishës është me Ramën. Jo, nuk është e drejtë kjo. Kundër Sali Berishës ka qenë pse në Lezi, ka 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet që sulmon. Dhe ka ardhur, ka kandiduar. Pse? Sepse ai ishte kundra asaj fryme, ishte kundër Sali Berishës, por në çdo palë zgjedhje, në çdo lloj debati, kur vinte puna ai sulmonte qeverinë. Kurse këtu në rast kurse siç ka mblidheshe ditën që ka dalë flet arresti zotëri, shkon në Shkodër me 30 veta për të thënë që Sali Berisha duhet ikë. Ndërkohë këtu më duket ka qenë te ky emision, se tash nëse do t'ja marrësh për bazë, merja për bazë. Po ka qenë po i njëjti njeri te ky emision që thoshte Shkodrën Sali Berisha e fiton kur zbresin alienet për 6 marsin. Shkodrën e fituam, alienet nuk erdhën. Tani, këto lloj artificash janë artifica që i shërbejnë vetëm një pushtet. Në rastin konkret, kur edhe një gjë tjetër, Ervini ishte antari kryesisë, zotëri aty e kishte në mundësinë të bënte debatin, të vazhdonte brenda partisë. U bën zgjedhje pas 6 marsit 2022, u bën zgjedhje në 2023. Jo, po flas për 6 mars ka qenë këtu me. Po, 6 marsit kaloi. Erdhi 2023, u bën zgjedhje dhe i vetmi që fitoi bashkitë madhe është Saljani. Bashkia fiton kandidati aty se fitojmë ne të deleguarit. Se e ftuam dhe lama. Deleguari s'punoi për Ramën prapë. Koreshin. Kur fiton ai s'ka merit. Kur umbeti shërben Ramës. Kur umbeti deleguari. Kur fiton baza. Ja ta hedh poshtë me shifra. Nga zgjedhjet lokale ne kemi marrë 2000 vota më shumë kavaj në zgjedhjet e fundit. Kur zgjedhjet e fundit? Zgjedhjet e fundit. Pasi morët bashkinë. Po pra, kemi marrë 2000 vota më shumë. Se si morëm këto 2000 vota më shumë? Pasi morët bashkinë, po e kishte PS-ja bashkinë. Dhe fitoren e Fisniku duhet ja japim ti që të themi hajtë se është i rëndësishëm. E kishte PS-ja më bashkinë. Shiko, zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. Zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. Çdo njeri që faktorizohet mund t'ia falni Ramës, se keni pafund. Problemi është kjo është rrugë që dihet ku çon. Demokratike që të flasim për këtë se edhe kot i bim qafë tjetrit. Në zgjedhjet e
Partisë Demokratike që po bëhen tani kanë një proces. Ky proces po bëhet në një referendum sepse nuk dolën kandidat. Mund të kishin dalë kandidatë zotëri, mund dilte një nënkryetar kandidat, nuk duan të kandidojnë. Dhe ka një arsye. Historia ka treguar. Historia ka treguar që me një kryetar aktual të partisë është e vështirë t'i dalësh përballë, për shkak se dhe baza është më e afishuar me atë. Koreshi, Koresh. Ti si e mendon tani këtë gjë? Unë do të them, do të nisë nga kjo e fundit. Para njerë, kjo është e vërtet që unë kam thënë dhe kur s'kam qenë me Sali Berishën, që Sali Berishën me brenda Partisë Demokratike është e vështirë ta mundesh. Sigurisht, është vështirë ta mundesh, po s'ka dyshim. Po konkurroj është. Te ka pas. Që që them tek e dyta, me gjithë me para një vje kjetë moj që vazhdon tjetë kjo pjesa e PD-s, por më duhet e shpjegoj, me që më keni ftuar për këtë. Dhe unë po të them që brenda sot, në qoftë të kishte një hit fort që influencon dhe ka mundësi, për shembull, siç bëri Berisha ndaj Ramës, ka gjithë mundësinë, sepse votat, për ta shpjeguar teorik, më dhe shumë praktikisht, votat do numërohen në deg. Në qoftë se dikush ka aq fuqinë siç kishte zoti Berisha për të mundur dhe për të ngritur militantët, për demokratët, që do t'i ngrej dhe do të kundërshtoj Sali Berishën, qoftë me vot jo, mund të bëj. Po zoti Koreshi, se unë ju dëgjoj. Ja ta mbaroj, po nuk të le ta mbarosh, sepse jemi duke manipuluar opinionin publik. Jo, po që vetëm ju, unë punoj për... Jemi duke manipuluar ti. Po mirë, dakord, ti mbaj mendimin tënd. Po më lër mua të pyes në favor të opinionit publik. Ja të pyes. Tani unë e dëgjoj zotërin që del vazhdimisht dhe thot gjëra shumë të vërteta, që kanë të bëjnë me qeverisjen, që kanë të bëjnë me problematikat e mëdha të biznesit, të qeverisjes, gjithë shka. Shkon dhe deri te një shtyll, ku shikon që ministri e ka lënë atë të birë si kulla e pizës, birë poshtë, gjysma, që liruet si muze. Tani, ti po më thua mua që, po pëse se le doktori këtë që të kandidoj ai, po në qoftë se nuk e duan ata do protestojnë tani dhe do ngrihen. Që do me thënë kjo? Kush do protestojë se se u? Jo, se thashë... Jo protestojnë, po ata nuk e votojnë doktori. Po me votojnë kundra. Po ta lesh këtë të flasë, apo del ti 5 minuta dhe vim prapë, kur të mbaroj ai. Po jo, po se s'ka kuptim. Del 5 minuta, mbaron ai, dhe vjen ti prapë flet. Urdhro. Tani, ma beso, unë do doja që PD të kishte një gara reale dhe të kishte shumë kandidatë. Dhe të them drejtën që të gjithë kandidatët, edhe për ata që folët për para, ne kemi qenë shok, kemi nda bukur me një tjerë. Këtë drejt nuk e drejt, dhe imam të gjithë sali, këtë drejt shumë. Jemi shok e miq, por në këtë situatë ku jemi, dhe unë do doja që t'ishin shumë kandidatë. Por marim shkë, vetëm do vinte me Merjemen. Do bësh, si do duhet, do na vinit sot, përveç se të mretit, do na vinit dhe mretëreshën dhe do na kishit bërë e laqë. Flasim realitetin që ose do të flasim për të rashë.